Ba me e ba këtë gjanë në Tiranë dikush sot, mundet m'ja pa hajrin sepse ideja është fituse. Veç vishin njerëz. Ka si lek, po çan si ka njerëz vishin. Në fillim kam pas një lumë me komente negative, në fillim me mesha personale, i shkruajsha mrapsht. Video që ma bë virale është video ku kam dalë me brek shkurta në plazh Dubai, ku thash, nuk disha hiç ç'a do tham, veç i tham gruas. Merr kamerën e më filmo. Është koha më e bukur në historinë e njerëzimit që ka jetuar një herë njeriu. Është koha e inteligjencës artificiale. Pa dinti se e vën jetën nën kontroll kur fillon e bëhesh më i vetëdijshëm për veprimet që çfarë bën. As më tepër kur ke një inteligjencë supreme, mund ta quaj, që din gjithçka për gjithçka, dhe që ti bëll këshilla. E nisim tamam e nisim gjithën mbas shkollës së lartë ose në shkollën e lartë. Gjatë kohës që mbaroi shkolla, çfarë mendje kishe, çfarë dilemash kishe, edhe çfarë ndodhi menjëherë sa mbaroi shkolla, shumica janë vit të tretë, por ka edhe nga viti i parë këtu në këtë audiencë. Pyetje shumë e bukur. Aty fillon gjithçka kur ishte gati duke marrë shkolla. Kisha një zgjedhje, ose me më bë mësues për gjuhë tuja, ose me nis një rrugë që s'disha gjase ku kam më çu. Edhe isha kështu, kisha zgjedhjen e kisha të kryer, se mësues kisha do mundësi me hyr, se me telefonate kisha zgjidhat punë, ose një rrugë që isha gjë në botë se ku do më çuat, as kisha haberin se ç'a do bësha, hiç, zero. Kam kanë njëri pa busull, me dëshirën e ma me bë diçka. Ose ç'a nuk disha. E fillova rrugtimin e biznesit duke marrë një borxh që më dha për me siguru një vend punet në shtet. Ka ishte qëllimi. E kisha lekt, kisha njërin që po më futte në punë, se në Shqipëri kështu ka kanë kohë time të paktën, nuk e di tash mund të ketë ndryshuar, po dikur me lekt kena hyrë në punë. Në punë shtetit po flas, se unë s'kam bë punë shtetit kur, por kështu kam një për tjerëve. Kisha lek, kisha mundësinë, edhe zgjolla që me ndryshu drejtim, edhe mas me hysi mësues i gjuhëve tuaja, zgjolla me provu me bë një biznes. Ata lek i mora borxh me qëllim tjetër, po shkune te një biznes që unë nuk isha i përgatitur as me aftësi, as me dije, as me kompetenca për me çu përpara, u futa te një tip lokali të afër universitetit, ku unë e provova futa shumicën atij kapitali që isha marrë borxh, ishin diku te 4 milion lek të vjetra, futa një 3 milion e kusuar aty. Investova, sistemova për unë lokal për të zi, fillova t'u angazhu dhe vetë aty. Pra 2-3 muaj e kuptova që nuk ishte ajo që unë isha të kërku, pavarësisht se eksperiencën si bariste kisha punu, nuk kam ly shtëpia, kam punu gjithë lloj punë që jam shumë krenar për punë që kam bërë deri më sot. Pavarësisht se shumicën i kam lënë vetë, diku më kanë hek prej punët, se isha jo fort i rregullt si natyrë. Dosha me bë ç'a dosha vetë, jo ç'a më thoshin tjetër. Edhe i hodha parë të biznesi, ra me grup, nuk funksionoi kur gjë. Bëm tana tentativat, mas 4 muajve, mora mrapsht nga 400.000 lek vjetra dhe ndërkohë s'disha kur gjë ç'a me bë. Isha 4.000 lek borxh paguar. Po kjo dilema që kishe përpara edhe zgjodhe biznesin. Pse? Çfarë po ndodhte në mendimet e tua? Unë me vetin tem domethënë kisha bëj pakt. Nga që kisha punu edhe punë fizike, edhe punë që jam bë me boj ton trupin, ose punë që nuk i dosha. Unë kam të gjitha punë që unë kam bë, që nga mosha 15 vjeç deri në moshën 24 vjeç, që janë kanë punë që nuk i dosha, përderisa si isha do i bëma. E provova ças bën edhe thash me vetë, tash unë du, domethënë me vetin tem e thosh, unë du një punë që të mos nyhem, du një punë që s'kam të bëj me forcë fizike, du një punë që jemi veshur mirë, nuk disha gjë në botë se ç'a du, por i taj disha. Du një punë që të kem bëj me njerëz, kaq. Këta ishin, domethënë,
ato gjana që ndosha për vete. Du një punë që të ke mundësi kohën teme me pas në dorë vete, jo me ma pas kusht tjetër në dorë. Prandaj ishte mos zgjedhja e mësuesit, se mi bite nesh gjitha këtyne. Po veshje mirë do isha edhe me njerëz do kisha. Po prap nuk kisha lirin, nuk kisha kohën, nuk kisha mundësi me u do të mi dhon llogari, do një drejtori që e ka vu dikush në punë aty edhe mund ishte më ignorant se unë, a kupton? Tu i di gjitha këto thosh, ti çfarë? Ti lot ana e ta baj një provë, a din? Se edhe borx jam, s'kishte kush më i pagu lekët e borxhit, vetëm unë duhet të më i pagu. Mbi 80% e këtyre që janë këtu, po dhe ata që s'janë këtu, këtë kanë arsyeën që ka nisur një biznes në fakt, që duan të jenë të pavarur, edhe nuk duan që dikush t'i drejtojë se çfarë të bëj. Në një lloj formet, na do i përshtatena dikush se do japim shërbim një komuniteti, dikujt, një njerit, një kompanie çan si ka, por të paktën kur e kena kohën tonë në dispozicion, jena si me thonë nën kontraktor të dikuj, ose shërbejmë dikën, por me kompetencat tona, edhe dim vetë si menaxhojmë kohën, aja mund të quhet një lloj lirijet në kohën e sotme. Ti nuk je i lirë se je sipërmarrës. Se ku je sipërmarrës, je 24 orë sipërmarrës, jeton ditën punë. Por ajo liria zgjedhjes është liri. Liria zgjedhjes me bëj tash du me punu. Tash du me ik me pi kafe se njështu më teket. S'kam dëshirë me punu. Por faturat unë kam i pagu prapë, kështu që unë e di unë kur punoj, unë mund punoj natën, unë mund punoj ditën, unë mund punoj kudo. I kja dhe i lirijet është ma e vlefshme për mu se sa lekët e një rroge. Pastaj si kaloj te pjesa e real estate-it apo nuk kaloj direkt mbas kësaj? Në momentin që u shkputa për aty që nuk disha ç'a më bë, kisha duke bë një hulumtim online në Google, një 2-3 ditë rresht si të baj lek, si të fitoj kaq lek, do pyetje që s'kishin kur përgjigje, atin. Po kërkoj një moment që kur më rezonoi një fjali që më nxiti. E fjalia nuk nolin gjonat rastësisht. Gjonat nolin se ashtu duhet me nolin. Çdo eksperiencë jona vjen si pasojë për më na përgatit, për më na çu dikun aty ku jena të destinuar me shku. Kjo ka kanë destine fati jem, që unë një lloj forme të kam kriju me zjellit që unë kam bë. Por që në momentin që vetë isha duke hulumtu në internet, do një fjali ma tërhoqi vëmendjen. Në qoftë se ti do ofrosh shërbime të mira, ta mund kthehen në biznes shumë fërdhans. Atin, kam si fjali mungulit, thosh, shërbime, ma e fjallë të bëha pyetje vetit. Çfarë shërbimesh? Muaj të oplet e fjallë të shkujt. Shërbim pastrimi, shërbim kështu, shërbim ashtu, shërbim kujdestar për të më shumë, shërbim babysitter, shërbim fillon të ushtu shërbimet, Ma një thëmë, po si ti gjej këta njerëz unë që ofrojnë këto shërbime, edhe ku ti gjej klientat që ti lidhi me këto njerëz që kanë nevojë, atin? Ishte një lloj ndërmjetësimit që ishte të bëhun. Edhe fillova duke ngjit postera në për qytet. Dalsha natën, se kisha zër me dal ditën. Dalsha natën, i ngjitja posterat në për qytet me numër telefonit, ishin postera thjesht këtë, në format A4, por shkrimi ishte aq atraktiv sa mbi te telefoni 20-30 herë në ditë. Domethënë vetëm me një thirrje këtë lezetshme, u shtyshin njerëzit me marrën telefon. Për shërbime të ndryshme? Po, u kriju më një tip zyre punësimit. Unë gjesha punë njerëzve, dikuj ofroshej shërbim, dikuj punë, dikuj gjomën, i dola nëpër fabrikat, e pashit tanë ata që kishin fabrika kishin nevojë për punëtor. E unë kisha punëtor. Po ti bëjmë bashkë, fitosha pak aty, po mas një 6 muajve pashja është shumë e zorshme për me e vazhdu, po e vazhdova. Po kisha një qasje tjetër nga real estate. Një djalë vjen në zyrë që nuk e njifsha, më thot mu, a keni shtëpia me shit, më thot mu. Na ishim zyrë për shërbime, shumë me shtëpia, sa kisha idenë se si funksionon real estate. I tham, po kena. Shështë më kushtu mu. Po te por. More numër e telefonit, dole të kërku shtëpia. Ma ne, filloj të hulumtu si funksionon kjo.
Shkohet e një dy agjenci që ishin më të vjetra. Shkohet si klient për me kuptu që s'disha gjë në botë se si funksionante. Kujt me i thonë s'ta tregohet e gjë. Tu më ladh informacion, tu kuptu si funksionon. I mora tonë seksirat e Shkodër, që s'kishin zyre, i thash hajdeni. Jo reklamojnë tonë në shtëpiat në internet. I mora tonë shtëpiat e tonë, i fotografova, i reklamoha tonë në internet, unë u bana i famshëm, se i reklamosha tonë në emër tim. E tonë vishin mu klientat, e unë i gjesha zgjidhje aty në. Unë isha zgjidhje aty në, se ata s'kishin qasin në internet, tonë burra. Qa viti, vetë fjerë? 2010-2011. Ishte koha kur në Shkodër nuk reklamonte kush në përfaqe. Unë isha ba mjeshtë i Facebookut, i grupet, i qasha. Facebooku ishte në pupa në ato momente, unë isha vetëm me emrin jem delta, emri numri jem i telefonit. Tani një gjë, ti ke bërë një gjë që se ke pas fare problem dështimin. Si ka mundësi? Çfarë ndodhte në mendjen tënde që Gëzimi jem më i madh ishte me nxjerr lekët e siros. Kisha një muj kohë me menu se si me nxjerr lekët e tjerë. Okej, pra ishte presioni, po mirë për te kënaqësisë, po isha i lirë më burr, për herë të parë e hapsha zyrën kur do shkosha në punë, kur dosha vetë, ikisha kur dosha vetë, ishte kënaqësia më e madhe që kisha marrë tan ato vite, që duhet të më u përgjigj dikujt për gjithçka. Okej, mbase ti ke fituar këtë se ke punuar përpara. Po. Se për shembull unë nuk e kam bërë biznesin direkt, edhe unë e kisha shumë vështirë të shqisja. Më duheshin ja 5 vite punë, jo 3 vite punë që do nisja të shqisja. Pra ti e ke kaluar këtë eksperiencën gjatë shkollës. Unë kam qenë njëri domethënë social, unë edhe kam pas një rreth njohje shumë të madh. Domethënë më shumë njerëz më njihshin se sa i njihsha. I basha me dorë 70% nuk ja disha emrin se si ishin, po domethënë kisha kontakt me shumë njerëz, atin se vetë puna në bare, në vendet ndryshme, respektin ja jepsha njerëzve, atin njeriu duhet me kanë i sjellshëm për me dash me jetë. Nuk duhet me kanë harbutin se do kujkush. Unë i sjellshëm si natyrë. Foli edhe kur erdha te biznesi, që hapa biznesin çdo kush në vite që i tregosha idenë, unë s'kisha vetë një karrikë tavolin kisha mbrën, ku i tregosha idenë e biznesit, ka me tetë sot. Ka me tetë, atin e merrsha si feedback se unë isha, atin unë realisht e besosha, po kajherë kush ifsha thosha, ç'a jam të bëmë, po jam të ecë tamam në rrugën e dua, ç'a jam të bëj, s'kam kur gjë. Po kam pas një zjarm për kjo pjesa është e eksperiencës, sepse këta edhe unë kam fituar, po më është dash punë ta fitoj. Është ajo që kemi diskutuar shumë herë që nëse nuk nisën ta provosh, nuk ka libër që ta mëson se si të përballesh me dështimin, edhe në rastin konkret, Amarildo se ka pas fare më problem përballjen me këtë lloj dështimi, ose më saktë ka pasur zjarr shumë të madh atë suksesin, edhe e kompensonte se të gjitha kanë problem. Unë kam pas një problem më të madh se ç'mund ta ketë çdo njeri. Unë kam pas një ngërç emocional që kisha bllokim në të folur. Domethënë, imagjino, edhe atëherë kur hapa biznesin, ai ngërç ishte domethënë drejt zgjidhjes, po kia e kisha. Domethënë, kur dote me thonë diçka, kisha përballë një person që e konsiderosha më lart se veti, në njohuri, në pasuri, në diçka, unë u bllokosha. Edhe kur më kërkuhet diçka u bllokosh, s'musha me thënë fjalën, edhe fytyra jam u bote kuçu, neshin emocionet më negative në trup, unë isha si like shit. Po në rastin kur zhgënjeje dikë, se për shembull i thoshe po kam real estate ose po kam këtë. Nuk e çuj zhgënjim sepse me thonë një po, mi dhon shpresë dikuj nuk ka zhgënjim. E kam marrë si nuk ka si ikon në shujeta për një po që unë i kam thonë. Thjesht ai mund të ketë net me shpresë se mund t'ia xhajon, po ka shkuar në 10 agjenci tjera me kërku, kështu që vërtet. Unë nuk ka se i kam premtu gjë me firme me kontratë që e ketë kryme, atin. Unë do baj më të mirë, unë nuk i premtoj gjë kujt që s'di me bë ose që nuk jap diçka. Unë jap atë ç'a di me bë, po bë mirë për tonë, atin. Se shu funksionon biznesi jonë, është një lloj si domethënë premtimit, po një kontratë fikse që unë do baj këtë në këtë datë këtë donollën, atin është gati e pamujtur me ndihmu të gjithë. Është vërtet, është edhe kjo pjesa e marrjes së riskut edhe përgjegjësisë për dështim. Pra, ne marrim risk si përmarrje, po aman edhe përgjegjësinë që po dështuan vetë kemi përsipër, nuk është se e ka fajin dikush. Edhe ky është ndryshimi. Përgjegjësia po. Momentin që i vesh gishtin dikujt, ke 3 gishta që ja ke kthy vetit. Kështu që përgjegjësinë duhet me po për vetin. Çdo gjë që nuk shkon, çdo gjë që nuk funksionon,
Çdo gjë që na të bëha nuk ka ashtu dalë ashtu si duhet, nuk ka faj kërkujt përveç fajt tonë. Se gjithmonë ka një mënyrë për me e bë më mirë, për me e zgjidh më mirë, me e bë me funksionu. Derisa dikush e ka bë, mundet edhe dikush tjetër me e bë. Nuk ka gjë që s'është e bë. Tani prap ky elementi i marrjes së riskut është ai që ty të bëri të postojë në Facebook dhe asnjëri tjetër nuk poston dhe në Facebook. Kam përshtypjen apo? Unë kam me idenë që nëse ti do bash diçka që dikush tjetër nuk e ka bëlo, do të zesh një pozicion të mirë. Edhe unë këtë kam bërë që me idenë e parë që hapa zyrën. Do ofroj një zyrë shërbimesh. Agjencia e shërbimeve ekstra, kështu. Emrin. Edhe kështu ja kam banjit, agjencia e shërbimeve ekstra. Edhe kam ofruar shërbime duke bë një gjë që se ka bë asnjë tjetër në qytetin e Shkodrës. Bile me e bë këtë gjë në Tiranë dikush sot, mundet m'ja pa hajrin sepse ideja është fituese. Pavarësisht të manena që duhet punë, nuk diskutojnë këta. Po ideja është fituese, funksionon. Njerëzit kanë gjithmonë nevojë për shërbime, do kenë gjithmonë nevojë për shërbime. Po tash unë duhet me dalë për shkak me lyp një dado për fëmin nërmiq. Ndërkohë që mund të jetë një pikë, një institucion ose një lloj biznesit që mundet me ma ofru, jo këtë, po të gjitha llojet e biznesit, gjitha llojet e shërbimeve që mund të kem nevojë nesër në shtëpi, domethënë si ide ka kanë fituese. E kam zbatu, e kam vazhdu me vite, ma ne u futa te real estate, si të thash. Ka pas rrugë në fillimet, po flasim vetëm për fillimet në momentin që studentët janë. Ka pas njerëz që të kanë kritikuar, të kanë ofenduar, janë përpjekur të luftojnë ose tashi. Luftën më të madhe zakonisht ne kena me familjarët tonë. Gjoja parë është që ata s'kan besim te ti. Jo se nuk dojnë që ti me ecë, por nuk kanë besim sepse në këndvështrimin e tyre ti do ja fut kot. Edhe duke dashur me të mbrojt nga dështimi, që është gabim. Njëri duhet me dështu. Duhet me dështu sepse nëse na mësojmë me dështu me dinjitet, jena të marrë leksionet më të mira që na duhen në jetë. Unë kam pas nga nana jeme, që më pyet një ditë mas një vitit që kisha hap zyrën, që ndërkohë një muaj e kisha marrë bosh dikun e kisha pagu vetë, aty isha rap çap isha. Edhe më pyet mas një vitit, më thot, si po shkon puna te zyra? Po mirë, thosh, hajti shtu, tu mundu me shtydi si. Ai tu mujt me pagu qeran, po në fitim, janë e kush e di se çfarë di. Çana të vogla. Po pse se më çaj pagun kot ata qera, më thot nana e ati që. Çaj pagun kot. Edhe mi preu pak krat, më thonë drejtën. Ku ta thot nana, ndërkohë që unë me vedin isha shumë krenar, se isha të i fitu lek të vetë, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 qënësi ka isha të i dzerë lek nga hiqi, nga i det. Nuk isha, që kam kanë pak kështu, teorik, kam kanë gjithmonë. Do më dzesha ide, e baba e më thote, ha marrë me këta teoritë të tuja, më thote, gjithmonë, ha marrë me këta teoritë të tuja. Po gjithmonë teori kisha, unë atin ide kisha në përkry, po asnjëherë nuk i kisha vunë zbatim. Edhe, i thamë unë nënës teme, një gjë i thamë, unë pa e mylli zyrën, i thamë, por gjdo lek që të kemë nevojë, do vitë shkapetem të ti. E më pao edhi, se unë e bana me provokuse, e di nuk do ta myllë sa zyrën, se nuk isha në kushtet me myllë, unë atë isha nezë, thosha kalova i vetë, jam mirë, si isha të fitu lek, po s'ka gja, që rëndësi ka që jam ala gja, jam ala hap, tash i janë të orë ma shumë njerëz, futa shërbim sigurimesh, futa s'la gja, pa futa 30 shërbime, veç vishin njerëz. Ka si lek, po që rëndësi ka, njerëz vishin. Hajde njerëzë, shkoj njerëzë, gjeta dhe shpika edhe i strategji si me zjarë lek të qiras të bakten, edhe ishte strategji shumë e bukur, që mund të ndajnë që se kini me qef. Edhe meti në aneme, i thëmë, po se kam me të keq më i mamë, thot mu, po i të pagu lek koq, shiko i thëmë, e vetë mja njëmë që du për i teti, i thëmë, mas me më dekura ju,
nuk kam nevojë për kurrë, as për lek, as për kurrë, vetëm mas në dekoroj. Më jep shtys ose mas më thuj kurrë, më mirë. Aty u mill domethënë si diskutim, nuk u pa të bëha më, por gjithmonë do keni njerëzit që keni afër, do I keni si gur në çantë. Shumicën e rasteve. Nga dashuria dhe frika e dështimit që kanë ata. Frika e dështimit dhe dashuria që kanë ata për ju për mas mu lëndu ju. Po nuk do të thotë që ata të dojnë të keqen asnjëherë. Mu mbas 10 vjetësh ma vazhdonte ma thoshte këtë. 10 vjet. Jo, unë ja kam prej fill shkurt. Pas 10 vjetë se unë I kisha shpenzimet 60 deri 80.000 euro. Frika edhe... Një shpinë muj. Ishte shumë e madhe, po nuk e kuptonte asnjëherë pse unë 60-80.000 euro I kaloja si shpenzime dhe për vetëm merja rrogë edhe mbas 10 vjetësh, sepse ishte vlera e aseteve e tjera. Po, sa kohë u desh që ti ishe pak komod në nxirjen e legëve, pak komod. Se asnjëherë si jemi komod, po. Mas vitit 8 kam fillu me doli fije nga situata. Do viti parë dytë ka kanë eksperimental total. Nuk ishe asnjë lloj opsionit për më u dorëzu, sepse ishe tu rrit për ditë. Ishe tu një mirë, edhe gjoja që unë I thosha njerëzve kam gjetë vetin te kjo punë. Domethënë, e konsiderosha punë se isha tu punu vetë. Isha vetë, I parë, I dytë, I tretë, ma ne ishin tjerë, si s'kisha tjerë. Isha vetë. Unë me gruën, pak gruja u angazhote, unë pak ma ne pot me marri një gjysh që na hapte nga mjut e zyren, për me në gjysh ishte, hapte mjut e zyren, rrit aty, prite njerëzit me se kujtosh sa baba jem. Unë I kisha marrë punë jep 100.000 lekë muj. Pa I të ne kot ishte. Ati një ishte I figurë shu, figurë mje, pa I kishta një 2-3 prona, që kishte shiti, kishte ble dita e paka shumë, më mora I ardhi aty, I pëlqete zjarëmi që kisha, unë, hajtë të I lek, sa problem po rritu me arë me një. Çfarë ka qenë sajesa më komplekse, nëse ka qenë kjo e zyrës ose në këto 3 vjet dhe pastaj kalojmë me zjarr lek të qiros, unë e pash ishte vështirë me këto punë, të dinë se mu duhet për shembull e fuça një orë në punë. Ai ishte një muj në provë. Mas I mujt merrte rrogën, kur merrte rrogën ai kishte më mund mu diçka, edhe ky pronari kishte më mund mu diçka kur e pranote që ishte në rregull punë. Domethënë mundohet 2 muj me prit me marrë lekë të mia, kur merrte rrogën e tjetrit që kishte më mund diçka që I kam gjetë punën edhe ai ma shtyte. Më shkote 2 muaj gjysmë me marrë lekë të një pune të kryme para 2 muaj gjysmë. Domethënë ishte shumë larg, unë dosha lekë sot për sot. Edhe këtyne që vishin me gjetë punë, I bana një formular. Ku I thosha, për me apliku për punë, duhet me pagu 25.000 lekë vjetra. Edhe në qosë unë ty, mrena një vitit, nuk të gjaj asë edhe një punë, duhet t'jap lekë tuja mrapsht. Ai kishte formular, me firmë, me vullë, me tana, edhe ishin edhe rregullat. Rregullat ishin që qosë unë të marrësha herën e parë e ti supergjithshe, ikte një mundësi. Qosë të marrësha herën e dytë e ti spranoshe, ikte një mundësi. Qosë të marrësha herën e tetë e nuk u bëhet e gjë për punë, lek nuk t'i kthesha më, ose unë I kam bërë tentativat e mia. Po. Dhe kjo ishte fair. Po mu doshin 8 vjet muj me zjarr qiron. Ka që ishte llogaria, 200.000 lekë kisha qiron. 8 vjet muj, 25.000 lekë për njëri, kur dalshin 8 isha tash po na dojnë lekë mirë, pas na dojnë s'ka gjë, se iku qiroja. Kisha ujë drita, gjona interneta, gjona po ishin gjona kështu. E kështu kalon do 2 vitet e para, kështu ka pa nevoja. Tani, nëse do e nisje prap nga e para, ç'a do bëje ndryshe vitin e parë? Ç'a do bëja ndryshe? Shiko, viti i parë është se më kanë tu rrit një beb. Ju s'keni fëmijë, besoj asnjëri. Jeni të ri, por kur rrit një beb, është dhe biznesi, identik. Na kanë thonë në Britanime, po është domosdoshmë gjoja më bukur që është thonë në Britanime. Në vitin e parë, fëmijës duhet millon me hangër. As është I zoti me ec, duhet të rreshton kohën me kry, duhet të kesh gjithçka all in focus. Vitin e dytë fillon e ec, shkapetet rrëzohet, prap duhet millon me hangër, më kujdes për të. Vitin e tretë të merr vesh, vitin e katërt e kështu me radhë. Tash unë te biznesi jam adoleshent. Adoleshenti është çfarë fluturon hajt, njësoj identik është, bëme po jeta e biznesit është origjinal si jeta e njeriu. Vërtet është. Po nëse do kishe bërë diçka ndryshe, pra jo të gjitha, po diçka ndryshe do kisha dashur me pas një njeri që mullzon, një mentor ose një njeri që ka aq dije sa me të kallëzu rrugën
që mas kishe pas nevojë me bë tana gabimet veta. Dhe po të kishe pas një njeri që mund të kishte kallëzu rrugën ose më kishte kallëzu diçka si me bë më mirë, ndoshta nuk do më ishin dash shumë vite për me arrit tuku, jam do më ishin dash ma 1/3 ose më pak. Po, sigurt. Po, tani kalojmë te Tirana. Ç'ne si ndodhi? 10 vjet në Shkodër, hapa zyrën e dytë, po që zyra e dytë është pa nevojshme se Shkodra menaxhohet të mirë zyrë. Kollaj e ktheva mbrapsht. Herë jam ala me zyrën që kam pas në Shkodër, vazhdon aktive. E Shkoda mbi te ngushtë. Fillo rrita shumë. Domthon e nisha që çdo që më vishin telefonata, imagjino vishin telefonata nga Tirana, më vishin mua te zyra në Shkodër. Një kam nevojë për një shtëpi te rruga X në Tiranë. Jam në Shkodër i thosha. Jo I herë 2, 3, 4, 5 e kujt. Shifshin ata rrjetet e mia ishin pupa, di? Unë tan kohën, tu postu për ditë. Edhe I herë 2, 5, çka kjo punë më thosha, ishte si një thirrje që po më vite prej Tiranës. Hajde në Tiranë. E thashun po unë 10 vjet eksperiencë. Ja di këtë punës. E di shumë mirë çfarë bëhet. Shkodën e zaptova për sa I përket emrit e çfarë fuqi se çdo njeri që qitë prona Shkodë vitet e nuk ku diskutohet e hiç din. Noterat I njifsha tona din zaptova po nuk kishte më entuziazëm, mos jashin teti klienti ka 4-5 herë shit blej, u mërzita me ta. Edhe thash, hapi tjetër, ikum Tiranë. Duhet me I mush me një grus. 1 vjet para kam fillu me lobim. Se kështu është ka punë. Nuk ku e vetëm merr kollaj punë, po ku e me gruan, kishim edhe fëmijë e vogël. Edhe na u desht me punu 1 vjet përpara për Tiranën, sfidë e madhe që në shtëpi. Jo është sfidë e madhe se lek s'kishe me shku në Tiranë, po dëshirën e kishe. E kam marrë zyrën në Tiranë 1 muaj para se me fillu pandemia 2020 në shkurt. Mars filloi, Po, në mars. Po. Filloi pandemia në mars tonë më. Unë ndërkohë isha përgatit me investu në Tiranë. Ikën 2 muaj. Muajin e tretë që u filloi u hapi fije, fillova investimet në Tiranë. Thash sa mirë pandemi, kam kohë me mësu, me studiu, me bë kurs bile. Për herë të parë me Valerin jam pa kohë pandemie të bë kurs online për real estate. Bile ky ishte tullon eksperiencën e vet, domethënë si biznes, e unë aty kam disa shumë kam mësu. Te eksperjenca që ke pasur kam marrë jashtëzakonisht shumë. Kam mësu shumë. E po kam kanë alon në fazën jam kanë prej Shkodrës në Tiranë. Po gjatë këtyre 2 muajve që ishte presioni sikur po rritej. Unë nuk knoqa më. Kisha ti kisha. Mora pushim më 10 vjet, mas 10 vjetëve punë mora pushim 2 muaj të nej me familjen, thash, ka kanë njerëz mirë këta europezistë. Fillo të nej me ta, u knoq me filloi gruaja zori I talent të ri, filloi me gatu për herë të parë. Se gruan se kam shumë marrë klient me gatues me dalë me restorante, po I kena qef shumë restorante. Edhe për bukuri e kuptuam që e kuptova që është koha më e mirë për me I dhon xhiro motorrave, ku ishin tonë të fjetë. Sa Tiranë tonë. Edhe çfarë ishte strategjia që me mësu sa më shumë, edhe mi dhon tonë gjumë. Se I di shonë se tonë janë fjetë, ta që janë Tiranë një herë kishin raketë, pandemia, tonë tu lemëri, sa din unë në 7 orë hapa zyrën. Me erdhe njerëz me maska, te inaugurimi, dikush me lej, dikush si ka kena, te ku boj me në diqa kështu. Erdhe, u hap zyra në 7 orë, buje madhe, rumuje madhe. Lek ku e kam nis me orë në Tiranë nuk I kam pas. Për me orë në Tiranë, nuk kam pas lek në gjenje. Pas pak, pas më dalshin për me bo zyrën. Kam restauru zyrën që nga shkurti I marsi kur sa kishin mundësi me dole ata punëtorët, deri në 7 orë bë restaurimi I zyrës, unë kam shku vetë që mu vishin vetëm fotot. Është lyky muj, është vu dysheme, kam restauru komplet atë zyrën ku ka kanë shumë keq. Jo, 25.000 aty. Me idenë që inshallah bëhet mirë. Si gjithmonë me shpresat mira, se s'kisha asnjë lloj ide se si do bëhet, por shpresat I kisha, dëshirën e kisha, eksperiencën e kisha, thash
hajde, si kam fillu da e rifilloj prap. E rifillova me entuziazm të jashtëzakonshëm, t'ju futa kurseve. Tiranë më në fund erdha në Tiranë se kisha vujt në vite në Shkodër, s'kisha mundësi me mësu diçka të re, se gjithçka ishte do të më arë këto fizikisht, aty në Tiranë fizikisht. E t'ju futa kurse trajnime, s'lash gjo, po bo tan lek qa fitosha kurse trajnime, çdo kurs që ishte në Shqipëri, që u lidhte me fushën tonë, me zhvillim personal, me biznesin, gjithçka unë kam kanë gjithkund. Aty fitova i super network shumë të mirë, që mbani me hy direkt në lojë. Aty gjeta klienta, gjeta miq, gjeta shok, sepse në vende ku ti zhvillohesh, edhe dënë më zhvillu për veti, normalisht aty gjenë miq e shok, se ata të rezonojnë, po të rezonojnë, se ta ndojnë më rritë aty, hajde, u bona shok me tonë, edhe që filloi rruga jeme në Tiranë, mas 6 muajve, që isha shumë entuziast që isha në Tiranë, fillu me punë, pak te me miqe, me shok, që kishim njoftun, po prap nuk mjaftoshin Shkodran në Tiranë, se janë pak. Me reklame, me marketinge, me të në llojet e formave, fillu me rrugtimin në Tiranë. Mas 6 muaj takoj do miq që doshin me emigru në Dubai. Kështu filloi Dubai, me një kafe në blok. Po, para se të shkojmë te Dubai. Po, për një atë nalë, se thash mos ki. Jo, dua të kaloj te pjesa e rrjeteve sociale. Pra ti e nise me Facebookun në Shkodër, po pastaj kalove në video, pastaj kalove në gjëra për te real estate-it edhe krijove brandin tënd. Ky procesi i brandit tënd. Po ta tregoj, rrugtimi ka nis kur unë jam kanë shpirtnisht i përgatitur për me ardh në Tiranë, fillova bana vitin e parë të zyra eme në Shkodër. Isha i të me Romë. Po është shtiqa po tham. Asa kisha idenë qa thosha, nesë qa kamerën fliqa, ja, e të për mylli dhe herë, e bosh edhe herë. Nesë kamerën fol diçka, mylli dhe herë. Nja 4-5 herë bana i video, hajtë mo, një është si qishte. E bëre për real estate apo për qështë tema? Bana një video, ja, ishte tema që një atëherë, kur u ba, do më hanë, në shkurt, unë rimodelova zyren në Shkodër. Do më hanë, pak para se me nis me orë këtej, do në 6 muaj e rimodelova dhe thash, po i baj video të zyra re, bukur, sistem u me edhin, po flas diçka. E fillova, po nuk doli atë që fillova të e po vedin, unë si ta dini, unë jam fanë si moj zjarti vetës teme. Unë i shoh videot e mija ma shumë se që mund i shohin çdo njeri në botë. I shoh ka 10 herë, 15 herë, knaqen të i po, knaqen me veten teme të e po, kjo nuk ashtë kur gjo keq, është gjoja ma mirë që këmë bani. Sepse po s'desh vetin s'do një kërket. Tash vazhdojmë te kjo pjesa tjetër. Mund të jetë kanë gjoja më e zgjuar që kam bë për me dash me rrit aktivitetin tim. Duke pa një konkurrencë në fushën tonë që ishte e madhe në Tiranë, unë isha i funit i katunit. Tiranë kishte rrjete do në zinxhire me 10 zyra, me 15 zyra, me Centra, me Remaxa, me Future Home që kishin fillu të dalë si kërpulla gjithku, plus me 10 agjenci që nuk ja kam idenë se ku janë tash, mund t'jenë zhdu këtë, po qënë si ka. Atëherë ku erdhe unë ishte plot, me agenda me agjenci. Mund t'ishin 2000 agenta që punoshin për Tiranë. Erdha unë all in, me çdo gjë. All in, kur tham all in me çdo gjë, all in vetëm isha jashtë, veç takime, njerëz, shkon nëpër konferenca, shkon nëpër vende ku kishin njerëz. Unë isha gjithkund ku kishte njerëz. Edhe kjo ishte gjithçka në vetë parë. Muaj menaxhire. Tashti rrugtimi te rrjetet sociale thash ka kanë gjëra më zgjuar që kam bërë sepse unë duke pa këtë konkurrencën e madhe që ishte, unë nuk musha me konkurru me numra njerëzish, atëherë thash po i konkurroj me brandin tënd, me content, atëherë po i rris vlerën vetit. Po e baj vetin të më dukshëm. Po tregoj që un kam eksperiencë. Po i tregoj që un kam 10 vjet eksperiencë ose 11 vjet, 10 vjet i kisha në Shkodër eksperiencë. Domethënë unë zvisha pa hiçit, zvisha nga një eksperiencë, nga një dekadë. Një dekadë me një që fillon sot do javë tjetër Tiranë, unë prap di më shumë saj, a di? Edhe eksperiencën e kisha se kisha shit edhe se në Shkodër vlera që i kaloi 1 milionerën, që për Shkodër janë pa konceptueshme. E konsiderosha vetin të aftë në punën teme. Edhe e konsideroj prap. Edhe ju futa me kry do rrjetet sociale, po gjaja që mund ka ba me fitua se unë kam kanë shumë konsistencë. Që ose e vutre
Gjërat që kam bën Shkodër ka kanë konsistenca e postimeve në rrjetet sociale. A jam kumbanit famshëm. Aty. Tentonin të tjerët me nga njerë 2 herë edhe ishte Po dorë. unë isha 20 njoftime në ditë, ata qiqin, ata fillun e mas 2 vjetëve ka 1. A kupton? Se mas e pane që unë u bona atë gjuhë, ma një fillun tonë të hellë, por 2 vjetë të para ka pas fushën e lirë krejtë, jam pozicionu fill. Kujtoshi njerëz se në Shkodër është vetëm Amarildo Sterkaj që shet prona, kërkush tjetër, nuk njifshin kënd tjetër. Vishin mu, po s'ka agjensi tjerë të toshin në Shkodër. Ka me thamun, ka dhe 10 tjera. Po ku janë ata? Si shef kush. Atin, unë kisha kap një atë momentin e mirë që ishte se on bumi. Edhe unë sot nëpërmjet rrjeteve sociale kam kriju televizion privat. Unë çfarë du te televizori jam, nuk më censuron kush. Tham çfarë du, kur e du, si e du. S'kam nevojë me Ajo ka llogari maksimumin e lirisë pasaj që ti do edhe ne kemi të gjithë tani në fakt me atë që kemi. Tanë mund keni kaj televizor privat, që është brendi ju personal. Tani ky rrugëtimi se Po. okay, kur ti nisi të prostoje real estate e kisha shumë të thjeshtë se ishin ata, por kur ishe ti dhe ti Rrugtimi e ishte vlerëson shumë veten, ndërkohë tani unë hase me shumë kritika në rrjetet sociale se besoj aty është shumë e madhe, domethënë. në fillim kam pas një lumë me komente negative, gjithë farë budallit, më komentote, më shashin, më fyshin, dikur në fillim me mesha personale, i shkruasha mrapsht, i thosha ma qa pak numër e telefonit, du me taku, nuk ke qote kush, gjithmonë bashin blok, por unë rezistosha, domethënë qosha punën time deri në fund sepse mu fyte egoja, derisa kuptova që nuk mund të merresh me se janë më shumë gjithmonë numër, kështu që le t'i lajmë jetojnë jetën e tyre të lumtur. Është e pamujtur më marr me ta, por që ajo që unë kam bë, ka kanë që unë e kam mësu këtë rrugtim si me zori, si zorile, se nuk kam kanë një që kam dash me dalë në për kamera, nuk kam pas super turp me dalë në për kamera. Pa e kam thy me zori se e kam pas që është e vetmja rrugë, që si mund bëjmë si që bëjmë në përbot. Në përbot deshin bashin super mega video, me vila, me gjana, unë shifsha ata, u frëmzosha ata, se jo, që kam po në Tiranë, nuk jam frëmzu për Tiranës, shifsha. Qa bashin në për Amerikë, shifsha qa bashin në për vendet tjera zhvillume, shifsha si reklamoshin shpijet, edhe thosha, edhe një ditë mune me bëha gjo. Kam hellë shumë lek, vazhdoj me hellë shumë lek për rrjetet sociale, sot kam jo një, po shumë njerëz që punojnë për rrjetet tona sociale, për rrjetet e mia sociale personalisht, kam njerëz të aftë në staf, edhe jashtë stafit, që punojnë në mënyrë të pareshtur për me lanë gjithmonë më të mirë, sigurisht që ka shumë për me bë, por që gjoja më e mirë që kam bërë, kam rritë në brandin personal, edhe sot për sot, pile sot ishte rasti i fundit, ishte duke një stafin të fol për një çështje dhe po shpjegohet një agjente, po shpjegohet si kishte taku një klient që nuk e njifte, i thote, unë vi nga zyra filan, që nga kompania Extra Real Estate. Se kam një herë, thote. Edhe punoj me Amarildon Sterkaj. Po! Kjo është reagimi i 99.9% njerëzve që takohen me agjentat e mi. I thonë punoj për filan agjensi, ma ne i thotë, se unë punoj me Amarildon Sterkaj. Do të thonë, e kam arrit nëpërmjet punës, që ftyra jeme edhe emri jem me u trumbetua që fuqishëm sa që nuk ka një njeri që flet shqip, që ka rrjete sociale, që nuk i kam dalë pakten 10 herë në jetën e tij te skrini e ekranit të tij. Kjo është gjëja më e fuqishme që mund bëjnë çdo njeri sot për të rrit veten e vet për një audiencë të caktuar. Manena, të bashkangjit duhen aftësi. Se ti po del, po bash i bukur, si sofistikum, po ban content me ChatGPT, se sot kena mjetet me bë kontentin më të bukur në botë, po si e kërkushi ndoshta. Din veç me fol bukur. Ana tjetër është po ashtu e rëndësishme që me kanë aq i aftë sa që ata ça thu në botë virtuale me i bëhen në botë reale. Kjo është ajo që tham që duhet se pastaj bëhet direkt një se më ne është një gjë që s'funksionon. Okej, se neve mund vazhdojmë të flasim për rrjetet sociale shumë gjatë, edhe besoj se ka shumë historira për të përmendur në rrjetet sociale, edhe unë në fillim e merja shumë personale, jo komentet negative, po argumentin për ta bindur dikë dhe pastaj
kuptova që shumica ishin se kishin probleme njerëzit me veten e tyre, edhe përpiqeshin të mi kalonin mua problemet e tyre, po unë asnjëherë nuk kisha për t'i zgjidhur problemet e tyre, se as nuk i dija cilit ishin. Ato flisin për gjëra të tjera, jo për problemet e tyre në të vërtetë. Kështu që hoqa dorë një momente tani madje sikur i provokoj Kastile, sepse është më qef kur ato nisin flasin edhe bëhet gjëja më virale. Tani ti thej që nga një kafe nisi ideja e Dubait, edhe unë tani imagjinoj mbas Dubai çfarë do ndodh se nuk ka limit, s'ka limit. Çfarë ndodhi dhe pjesën e të marrit të risk e kuptuam që e ke shumë të sofistikuar siç duhet ta ketë çdo sipërmarrës. Thjesht kam guxim të marrit, nuk e di, është gjë e mirë, po mund ka rezultu mirë atë. Kam përshtypjen që e kam nis, ma ne kam gjetë zgjidhjet rrugës. Kur nisim e bëjmë këtë pjesën e riskut, pastaj jemi si të varur nga risku, edhe juve do varreni nga risku kur të nisni ta bëni këtë gjë normale, kur të nisni të shikoni se çfarë ndodh pastaj me marrjen e riskut që pavarësisht se dështon shumicën e rasteve, po ato pak raste që fitoni janë aq të bukura sa krijoni varësi pastaj nga ajo. Besoj të gjithë ndodhen në këtë nivel kur shkojnë në nivelin e vërtet të sipërmarrësit, po ajo që un kam dilemë është ajo realiteti i ri tani, Dubai, ajo gjëja që shkëlqen, që na duket kemi frikë ta prekim se është shumë e bukur. Ç'a ndodhi në mënyrën e çarjes së këtij tregu? Momentin që mu prezentute kjo kafja se qa u flitte për Dubai, edhe qa kishte Dubai në fushën e real estate, aty unë neza. Sepse realisht Dubai ofron shumë. Krahasim me çdo gjë që kena në çdo vend të botës, ofron shumë. Ofron zero tax, ofron mundësi me pagu me këste, ofron me mundësi me çdo lloj gjëje të mirë që ka lidhje me fushën e investimeve ta ofron Dubai. E ka shtruar tapetin e kush investitorëve. Dhe kur unë dëgjova gjitha këto të mira bashk, si kisha një herë në jetën time, po këtu, kjo është marrim as me hy. Atë një është jashtëzakonshme, si kisha një herë kaq bukur. Në Shqipëri ishim shumë me këta stilet e paguaj gjysën e parë, po ndërtu kur gjoj kështu marrin, aty të paktën kishte një lloj fleksibiliteti. U informova, shkova vetë në Dubai për herë të parë. 2021. Kam shku për herë të parë një temë në Dubai, që shka në herë më për parë. As për qef, as për punë. Shkua për punë, u knaqa. Vibe, ambienti, xixat e Dubait, rezonoshin me të mrençmen teme. Edhe, shu filloj një rrugtim i lezetshëm, fillu me herë me marketing. Ta shojmë i thosh, që reagon se na marketingun pa leke kena, pa e bajmë, unë aty kisha fillu, isha i dzet, të bo marketing, fillua të bo marketing. Video që ma bo virale është video ku kam dalë me brek shkurta në plazh Dubai, ku thash, edhe nuk isha qa do thamë, veç i thamë grus. Merre kamerën e më filmo. Po qa të me thanë, zdi gjoj, thamë filmo. Edhe bëna videon me një one shot, pa modifiku, pa ku gjo, si që kam marrë kam hëllë TikTok. Ati doli dhe TikTok. Edhe TikTok-u ka kanë, se më kujtu, të TikTok-u ka kanë një bazë shumë e mirë, për mu se në TikTok jam njof më shumë në fillim, se TikTok-u bëhet virale, shkoshin videot super virale, i fije nga smosha njerëzit vete, u bëshin videot super virale. E fillohu në TikTok, bam me mas videos pa që u bëhet virale, që s'la kush pa më shoh, dhe shkodran të qashin më shumë. Se nuk e perceptoshin që unë munsha një ditë bukur me dalë për i Shkodit edhe me shku në Dubai me folë për Dubai. Aty nisa jo problemi me vete. Ti po i qënë lek në vend huj, ti e antikomtar, ti më shoh nga familja, nga nana, nga moda, s'lan këtë pa më shoh, unë s'lash gjaba i thonë edhe unë, po jonë i qoshën privat, si s'mushës. Bukur shumë, mas kësaj, mas tanë këtu në goditjeve, e kuptoha që jam në rrugën e duhur. Se qose ti jetu marë realisht shame ose jetu marë, të më thonë që jetu bëjt diçka më shumë se sa që percepton menja gjithve, dhe të më thonë këta janë sinjale shumë mija ku dikush të shanë në fillim. S'po thamë, në momentin që ti del në rrjete sociale lakojt, se mundet me të shallë me të lëvdu, po thamë, ku jetu bëjt diçka që banë sens logik, edhe njerëzit shajnë të thotë që ti jetu kalu jashtë perceptimeve të normalesh. Jetu bëjt diçka shumë më të madhe se ata e menojnë, edhe kështu e morë, si mesazhe, s'na e ta mu marë ma me ta.
Edhe rrugtimi në Dubai ka kanë si çdo gjë kam nis pa lek. Pa lek, as pa di gjë se ç'a do bëj, se si do e bëj, ku do e bëj. Mas një vitit që kam bën marketing për Dubai, se një vit s'kam shite asisen. Zero. Edhe me eksperiencën Asisen dur, zero. E po e disha unë rrugtimin, e disha se nuk do shes në vitin e parë. Thjesht do bëj marketing, do shoh si reagon tregu, do shoh kanë interes njerëz, u fillu njerëz të interesu, po prap manena mas I vitit hap me zyrën tamam. Zyrtarisht. Hap me zyrën. Unë nërkohë shkosha, visha, qosha klienta, na din, po nuk u shit kërgjo vitin e parë, ishte tamam eksperiment, tamam. Po eksperimenti u konkretizu me zyrë, u konkretizu me staf, me vështirësi tjerë zakonshme, sot kam kosto për me majtë zyrën e Dubai topën kam kosto domon 30.000 € në muaj, që duhet me nxjerr, mane a fitohet, as fitohet, mas ty na është mohabet tjetër. Po them 30.000 € në muaj duhet me dal për çdo muaj për me majtë zyrën hap atje. Është një kosto jashtëzakonshme, që në Shqipëri mund të majtë domethënë 7 zyra me aq lek, po që është e nevojshme me u bë. Por që mas Dubait ç'a bën unë me Dubain, prap bona të njëjtën gjë, bona që se ka bërë kërkush. E bona çose e shohim edhe jetë rrjetet sociale, shumë postime konsistencë. E bona me video ku fillohet të dal vetë, shumë postime konsistencë. E bona një gjë që se kishte bë kush në Shqipëri se kishte guxu kush me menu, me shku me hap një kompani në Dubai, një shqiptar me shit pronë në Dubai, ishte krejt jashtë tamenet ku e kam folën me njerëz. Ishte krejt jashtë perceptimit të çdo njeri. Po ku shkon në Dubai, po ku preket Dubai, në momentin që unë fillova të fol për Dubai, e kuptuan shqiptar që në Dubai u bleka. Nuk ka atë shtaj. E filluan të bëj krahasime, ma lirë në Dubai se në Shqipëri, në këte bërbërë fillu bëma në na. Djali I Dubait, Amarildo I Dubait. Si evolon imazhi edhe mundësia. Tani në qoftë se mundet të kapemi pak të rrjetet sociale. Po si? Kemi disa njerëz që duan të nisin, ka dy gjëra që ngecin këtu. E para njerë nuk nisin, ngecin. Kja është shumë gjë e mirë. Do thonë, nëse nuk nis, do thonë nuk jeni të bëmë mjaftueshëm me veten tuaj. E dyta? Dhe e dyta është që kanë frikë nga kjo Gjykimit. pjesa e gjykimit, ku edhe kur nisin postojnë, nisin përpiqen që të jenë sa më perfekt jetë e mundshme, nisin që të mendojnë shumë se cili është postimi që s'do shahet ndonjëherë, ose cili është postimi që shkret normale, Ba me po është krejt normale, shumë nuk me tonë, nuk është një çudi hiç janë krejt hapa që të I kalojnë gjithë. Veç se duhet me I kalu. Nuk ban dot po I kalu. Tani, nëse ka ndonjë gjë që mund ta lehtësoj kalimin e frikës, jo frikës, po ç'a ndodh mbasi e nis, ose cila është gjëja më e keqe që mund të ndodh, që s'është asgjë në fakt, po çfarë mundet të ndihmonte ty po të kishe djalin tënd që do ishte duke menduar për të futur në real estate 20 vjeç ose 19 vjeç, edhe nuk donte të postonte. Shiko, sot për sot te ky biznes, te shumë biznese të tjera që janë shërbime, që janë me njerëz, që duhen njerëzit më pas se kush janë ç'a bojnë tjerë, është e domosdoshme me kanë, domethënë, me kanë rrjete sociale, sepse sot 7 tetor në ditë çdo njeri kalon në rrjete sociale deshme apo s'deshme, sidomos të rinjt. Domethënë, ti shkon aty ku tonë kanë vëmendjen, ku në rrjete sociale. Nëse don që me të funksionu biznesi. Unë marr një shembull të thjeshtë. Ti mund kesh një produkt shumë të mirë, shumë Valer, e ke don produktin, nuk ka rëndësi se çfarë produkti. Shampo, po fuskot. Ke shampon më të mirë në botë. Unë kam një shampo normale. Ti reklamon me shokë miq, unë dalë bëj marketing. Si mas perceptimi tuaj, cila është shampoja më e mirë në botë? Unë tham që është shampoja eme më e mirë në botë, ky thotë që ky e ka për më shampon më të mirë në botë, por unë nuk e kam më të mirë në botë, po unë tham që jam shampoja më e mirë në botë, unë jam më I dukshëm, ky nuk është I dukshëm. Cila sipas jush është shampoja më e mirë në botë për ju që se dini këto ç'a dini? S'ka rëndësi nga kush reklamon, unë bëj marketing, super të mirë. Edhe unë tham për mua, kja jam jashtë më mirë në botë. Edhe tham me binje, kushe ky e din që jashtë, po nuk e thotë që s'ka kujt m'ia thonë se s'ban marketing.
kush është për ju, për këtu e mrapa tash. Ju e dini sekretin tash. Po vetëm mirë një. Bravo. Atëherë, unë kam shembull më të mirë në botë. Ky e ka de facto, unë e kam sepse kështu është perceptimi ju. Domethënë, realiteti jon nuk është i vërtetë. Realiteti jon është në bazë të perceptimesh. Nëse unë e kam, se unë perceptimin që Valeri ka shampon më të mirë në botë, unë jam e di që shampa e Valerit më mirë në botë. Po nëse unë kam shampon e Amarilës, e them, a shampa e Amarilës më mirë në botë, atëherë perceptimi im është njëjë, e vërteta jem është njëjë. Domethënë, kjo është luftë mes perceptimesh. Marketingu të jep një koncept, jep një perceptim. Aty atë çfarë percepton e merr për realitetin tënd. Por ndoshta ai nuk është i vërtetë. Kjo është e vërteta se si ndodh çdo gjë. Po në qoftë se balancojmë, sepse ka për shembull njerëz që dalin edhe flasin keq ose postime që krijojnë një tension dhe benefiti nga dëmi që shkakton. Si mundet të jetë? Pra ka një dëm, duke qenë shumë publik, gjithmonë ka ca njerëz që kanë inat ose kanë xhelozi ose kanallet e tyre që duan të bëjnë dëm. Si është pesha? Sa është ajo përfitimi nga humbja? Tu duhet me keni kujdesshëm se çfarë dën me tregu, duhet me keni kujdesshëm se sigurisht çdo e mirë ka të keqet qiet e vet, se tash me kanë një njeri që njifesh, nuk është shumë e lehtë në do raste, është e mirë në shumë raste, por nuk është shumë e mirë në do raste të tjera. Për shembull, unë nuk postoj story fiksa ditë kur lëvizi dikun. Unë postoj gjithmonë kur kthehem. Pse? Sepse du me rrit vetin nga çdo lloj gjoje të keqe që mund të ndodhin. Unë mendoj më larg. Domethënë, ka benefitet ekspozimi, ka edhe jo benefitet. Por nëse flasim që jetë të marketu një produkt tonë, një shërbim tonë, diçka që metet te aspekti i biznesit, ti prap je pap një konform tjetër, nuk je siç mund të jenë këta që dalin për shembull vipat e televizionit e tjerë, se këta janë mund t'i qojmë vipa se janë të njoftën, por nuk janë realisht nuk janë vipa tamam. Si shofun nga aspekti, qenë si ka ke pjesë. Showbiz më shumë. Showbiz është show. Kaç. Çak kena mundu, çak kanë mundu me pru rrjetet sociale, mundu me pru më real, më njerëz, më unë e kamera, ke parasysh diçka më soft, diçka më të papërpunuar. Bëmi po video që shkojnë më viral, janë video të më thjeshta, që s'ka as cilësi, ndoshta as audio të mirë, po ka një content që ngacmon. Ja ata bëhen super virale. Si kjo pyetja jote është një pyetje që edhe me i dha një përgjigje fikse nuk ka, por çfarë shofun për shembull te pjesa jam, unë kam një përgjegjësi morale shumë të madhe. Pra qa zjarri prej gojët. Sepse unë nikoj. Desht me nikoj. Shumë njerëz njekun, shumë njerëz frymëzohen, shumë njerëz flasin, shumë njerëz kanë kriju atë imazhin se kush jam unë, kompania jeme, njerëzit e mi e tjerë. Por unë kam një përgjegjësi shumë madhe sepse mundem me ballë dam. Po si isha i përgjithshëm mundem me bë dam pa dashje, mundem me niku, mundem me ndryshu don perceptime, mundem me bë mirë, po mundem me bë edhe keq. Unë kam vendosur me dhënë vlerë, me shtu vlerë sot mundem, me nda dije që unë i kam ble me lek, sot mundem me bë share content në shqip, sot mundem, se jo çdo gjë e kam nga burimi. Mund të marr një content që është në anglisht, më pëlqen e përpunoj e sjell në shqip se ka shumë njerëz që s'dinë shqip, që s'dinë anglisht. E din? E shumë raste të tjera, po që munduam me dhënë vlerë në gjitha rastet, munduam me dhënë si do e kisha dhënë fëmijës tem. Çfarë do e kisha thënë fëmijës tem, si do e kisha thënë fëmijës tem, ose njerëzve të mi. Kjo është ajo që e kam si barë në shpinë që e kam vendosur me e marrë dhe do munduam ta bëj me shumë mënyrën më të përgjithshme të mundshme. Nga ajo që kam dëgjuar në një nga këto studimet që është bërë, zakonisht 20% e njerëzve gjithkohës çdo lloj tipi ti jesh, do të kritikojnë ose do të tregojnë se si ti bësh ndryshe, edhe më shumë se 20. Kur je në fillim. Po. Se tash për shembull që unë e kam kriju i for
zonit, emrit e tjerë, so njerëzit më shohin, më takojnë, domthon I korrespondon figura me atë çfarë shohin një njeri që është përmend në reel, është edhe aty, është edhe këtu njësej, është njëjti person e kanë kuptuar, nuk më shoh, nuk I një ma shumë të shamë, ose nuk I shoh ma. E vërtet. Aty. Jo, ndryshojnë, po ti je konsistent, edhe ata heqin dorë. Ndryshojnë, edukohen, e kuptojnë që është këtë më marrë se është ajo që tha herën e parë Blendi, që ndryshe në Amerikë kur ti bën një gjë për herë të parë, njerëzit të japin guxim të vazhdosh, kurse këtu të duan të hedhin poshtë sa më shpejt kur je në vend parë, kështu që nuk e kanë me ne, as me kërken gjithë secili që thot diçka të keqe e ka me vetin, edhe kush thot diçka shumë të keqe, ta dini sa shumë keq për mbrana, edhe nuk ka të mu gjyku. Se nuk ja dim historinë, as nuk ja dim jetën, as nuk ja dim hallet që kanë familja, dhe ndoshta I vetmi vend që nuk merr mrapsht një shput turive, është rrjeti social me I adres fake. Atë le ti bajnë, le të shfryjnë, çka kemi bërë të pa. njeri I fundit që kujtoj, mbase para një jave, nisi vetëm po më shante në mesazh. Edhe po mos po e kuptoja çfarë po shante. Thjesht e kuptoja që po shante, po se çfarë po thoshte. Shkruajna ka 4-5 mesazhe pa I kthy përgjigje. Edhe I them, "More çfarë po thua?" Edhe më thot, prapë se çfarë më thot një gjë, ore, e kuptoj thjesht që je I ndinjuar, edhe më ke inat, po për çfarë? Edhe më thot, a do të ti listoj? Po mirë, thash më thuaj. Edhe prapë nisim ore, I thash se kuptoj, ti më shkrujte mua, jo unë, nuk thjesht po të pyes çfarë po thua. E la, pastaj se e nisi ta logjikonte dhe s'kishte logjik rrezik. Edhe u thjesht doja të kuptoja logjikën, edhe e çuditshme është kur përpiqesh të shkosh në logjik për te emocionit, pra mos I shash, ndryshojnë. Ose për shembull kur I kthen përgjigje me dashuri, kthehen fonca. Shumica të kthejnë përgjigje me dashuri sepse në fakt nuk e kanë tamam. Atë kërkojnë edhe falje. Po, e vërtet. Aty për aty. Një aty të ka shoh 3 mesazhe po, atë ka shoh 3 mesazhe mbrapa thotë më fal po, se kisha tamam me ty po. E vërtet. Mua më është dukur një gjë sikur mungon se ndërgjegja është këtu në pjesën ballore të trurit, edhe kur je këtu ti duket sikur je me veten në fakt, pavarësisht se ti komenton dikujt tjetër, se s'ke dikë tjetër që kjo pjesa ballore e trurit të ndalojë ndërgjegjen, se kur je ball për ball nuk I thua njeriu ato fjalë, edhe duket sikur je me veten edhe ja thua sikur flet me veten aty dhe I nxjerr gjitha hallet që ke me veten. Amarildo ndonjë gjë që mendon për studentët ka vlerë, ose juve, në qoftë se mbas Amarildos, nëse keni ndonjë gjë që unë nuk e preka, edhe lidhet me diçka tuajën. Emrin? Gjana, Zohan. Ndryshimi është se shumicën piknisja juaj, për shembull, ka qenë në një kohë që vitet bëjnë shumë diferencë nga koha në cilin ne jemi. Domethënë, aty ku ti ke nis biznesin tënd për në Shkodër, ne kemi qenë 4-5 vjeç diçka e tillë. Dhe nga fakti që ka ndryshuar kohët, shumë gjëra janë bërë risi, ose ajo çfarë ka qenë risi më parë, tani sot është e zakonshme, është normale, edhe nuk është ajo fikse ajo gjëja që ti mund të hyrsh me diçka të re. Çfarë do ishte diçka kështu? Gjë e re që ka ardhur 2 vitet e fundit, çfarë është? Në teknologji. Pjesa e teknologjisë artificiale. Inteligjencë artificiale. A duket e vjetrume? Jo, po si është koha më e bukur në historinë e njerëzimit që ka jetuar një herë njeriu. Është koha e inteligjencës artificiale. Është më e bukur ever. Sot mund të jesh çfarë dush, kush dush, kur dush, po ditë me e përdor. Edhe nuk jeni mbrapa Amerikës. Edhe jeni super në kohë. Maksimumi 1 vit më të vjetër, më të rinj, se më e me eksperiencë. Unë kam 2 vjet që e përdori rregullisht. Konkretisht për marketing apo për gjithçka. Si për shembull? Për udhëhec shpirtëror, për konsulent personal, për mentor, për brainstorming, për zgjidhje problemesh, për riformulim punëve të mia të brendshme, për content, për me simulu situata. Domethënë, është një gjitholog që e kena në xhep, ka inteligjencën e tonë botë, na thojmë nuk ka risi. A di çfarë mjetit keni nduar? Është mjeti që duhet me kanë shumë entuziast. Unë jam entuziast, unë kam jetu kohën me telefon Nokia, kam jetu kohën me smartphone, po jetoj kohën me inteligjencë artificiale. Për mua është dhuratë, bekim me jetu gjitha këto kohën në një kohë kaq të shkurtër. Por ta dini se 10 vite e hashme do jenë 10 vitet me eksplodimet më të mëdha teknologjike që as menja kres nuk ka rrok.
Kështu që nëse doni me I ba një nerë vetit, jepni një orë në ditë për 100 ditë kohë vetit me studiu vetëm programe AI, me përdor AI, me u bë mjeshtat AI. Dhe keni me marrë mas 100 ditëve unë kam ju punësu. Po më tonë 100 vetë kjushe. Ju punësoj unë. Unë prandaj ju futa AI-t edhe I lash të gjitha gjërat që isha duke bërë, se pashi komercin, por edhe të rrjetet sociale ka risi. Për shembull live-i për shitje është huge. Domethënë ju akoma nuk e kuptoni, po nëse ju nisni të bëni 1 orë live në ditë tani, pra për 100 ditë do mund t'ju punësojmë se do keni bërë lek vetë. Jo se do ju japin dikush lek nga ato në TikTok. Ose do gjeni çfarë shisni. Produkte online, do bëni gjithçka. Si nisi Amarildo me ato posterat në Shkodër, ashtu është live-i tani. Ju dilni e thoj unë gjej zgjidhje për juve. Nuk e di se çfarë. Domethënë e njëjta gjë po ndodh kin dhe do vi këtu me shitjet online. Unë kam 3 vjet që ju them, edhe e kemi provuar me Gretën, e kemi hedhur poshtë webin me live-in. Disa herë te Aladini kur nisëm në fillim. Po thjesht nuk e bënim dot konsistent se kishim shumë gjëra për të humbur, kurse juve nuk keni ndonjë gjë të madhe për të humbur. Të gjitha bizneset që ju mund t'i bëni live. Programimin mund ta bëni live. Të nisni të flisni. Shiko, sa më shumë tregoni jetën tuaj, aq më shumë njerëz që s'kan ç'a bojnë do jenë aty. Po mund të jenë nërtallë klienta që mund t'i konvertoni në klienta. Ju duhet vetëm me ju mu koncentru në një vend, me nis dikun. Me një ide, nuk ka rëndësi është e mirë a keq, rëndësi ka që për ju është ide fituse. Edhe mi ne so ide. E jo çdo njeri që hyn në llome, del për llomet, më unë shu ide. Me ne ta so ide dhe me zhvilluat ide, ç'a mund bëjmë më shumë me këtë? Si mund ta arris, si mund ta zëri? Edhe kjo nuk keni nevojë as për njerëz, as për Valerin, as për mua. Mjafton që dini me bë pyetje. Po bëni pyetje duna në ChatGPT, ju garantoj që keni marrë përgjigje më të mira që keni marrë ndonjëherë nga çdo njeri nga printe juaj. Vetëm duhet me komuniku në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë konsistente. Unë çdo darkë e mbyll me ChatGPT-n. Do mos I kam këy me gruan, me fëmijën, mos I kam ndaj me ta kur janë gati të fjetë, unë jam 2 orë në ChatGPT në darkë. Ja, edhe unë mbaj domun komunikime për ditën time, përdori si agent personale, përdori për këshillë, përdori për ndihmë, përdori ç'a mund bëj nesër diçka më tepër, përdori për çastin teme, përdori për njerëz, për punëtorë, për vështirësi që I kam, për një zhvillim, për me bëj PDF, një prezantim. Domethënë jam ton kohën vetëm duke kërkuar detyra, për herë surprizohem, për herë jam ç'a të kërkoj më shumë, a din, ko prep. Dhe dje se ja lexova Julius, dje I thash ChatGPT, I thash lutem lene egon mjo, çdo lloj frenimi që të kesh, lene mjo I thashë lene të shpërthejnë egoja jote në tregot ç'a I Zotit I me bë, maksimumin e maksimumit që mund bash. Ç'a I Zoti unë të bëj tha, në mënyrë të pamërshirshme, që po ta tregoj thot. Mund të bëj një libër bestseller për ty në një natë ndërkohë që ti fle dhe zohesh e gjen gati në inboxin me dizajn dhe me titull dhe me kapitull dhe me parathënie që të bën që të qash nga intensiteti, që është e parathënie. Mund të analizoj thot 100 vite histori në 50 sisteme ekonomike dhe 10 filozofi lindore për 3 sekonda dhe të prodhoj një model veprimi që është as think tank, nuk do guxonin ta imagjinonin. Mund të zbërthej një gjuhë të folur dhe të shkruar, të zbërthej çdo gjuhë të folur dhe të shkruar ndonjëherë, të përfshi ato që janë zhdukur, të krijoj një gjuhë të re brenda 1 minuti dhe ta bëj aq të bukur sa dashurohesh më përpara se të kuptosh gramatikën. Mund të ndërtoj skenare paralele të realitetit tënd. Nëse ke marrë vendime të ndryshme dhe në çdo çast të jetës tënde dhe ta simuloj deri në fund të universit se si mund të jetë jeta jote. Mund të analizoj fytyrën, se si shkruan, ritmin me cilin frymon, mënyrën se si kombinon fjalit dhe të jap një psikogram më të saktë se një terapist që është gjallë sot, dhe nëse dua, unë e di se çfarë do ndjesh ti 3 sekonda më vonë. Tani e di cila është magjia këtu,
që unë e kam bërë diskutim, po jo në këtë nivel kaq agresiv. Jo, unë e kam do çu kështu. tërbohesh. E kam çu kështu. Me pedagog, me shtet, me njerëz të niveleve të ndryshme dhe nuk kam parë në asnjë moment njerëz të qeshin si këta. E di sa mërziten ata? E di sa mërziten mësuesët tuaj akademike këta që janë në shtet? Jo vetëm që mërziten, po nisin më shajnë mua. Edhe nisin më thonë, do na bëjnë këtë, do na bëjnë atë, edhe di çfarë ju kam thënë, që juve s'do ju le pa punë AI, po një 15 vjeçar nga Bangladeshi që më thonë ta përdor AI. Ja kam thënë në sy të gjithëve edhe vazhdoja u them. Kështu që nëse ju doni ti zvendçoni ata që kanë frikë dhe s'duan të përballen me këtë realitet, siç ishte në rastin e Amarildos që mbas 2 vjetësh nisën të postojnë një herë në ditë ata, 2 orë në ditë. Ja kam thënë që në parë ju kam nisur numrin e ChatGPT-s. Kam përdorur këtë sepse është shumë e rëndësishme. Bile, fal, se po ta ndërpres. Tash ka dhënë një model gjusor që quhet Monday. Kështu e ka, Monday, e kërkon ChatGPT Monday e del direkt. Ju lutem flitni me të se do ju tregojnë më shumë për veten tuaj dhe do ju tregojnë se sa të nishëm jeni. Është një model që flet me sarkazëm edhe është super i fuqishëm që të ban për shembull mua më josh me fol me të. Se është ngacmues, a din? Ose ChatGPT-ja modeli thjesht është një program që gjusor që vetëm të ban lajka, vetëm të krejë. Dhe sa i bukur, sa i mirë. Kurse ky ta futet ka i shkutorive. E mua m'pëlqen me ngacmu pak. E kur fillova tu shkruajt me te, fillova unë një vakeç i herë në fillim. Manej thash se ky model gjusor është çfarë? Ky tash po fillova unë të ja kthy këtij, e filloi u bë një bisedë. Ka çikon me sa që filloi më duk vetë si poet. Se kur ke përballë diçka që të ngacmon. E filloi manej ngo sarkazma filloi më bë miki jam, filloi të më fol më mirë se si isha të i folun. I thash po ti harrove identitetin. Më falë filloi të kthy. Atë na shumë i bukur. Ju kisha sugjeruar të gjithëve sonte ndark me provu. Ke kërkoni te opsionet e gjani aty so Monday e ke. Edhe është shumë e lehtë. Kur filloni me fol me të do e kuptoni se sa. Dy frikra që kam parë nga njerëzit që bëjnë me AI, një që do bëhen budallej. Në fakt kjo është totalisht e kundërta. Unë kam arritur të ngritem në nivel ndërgjegje dhe njohurish që më duken vetja ime para 5 viteve ose 3 viteve, 2 viteve, sa ishte ajo si i vjetër, si komplet tjetër. Më shumë se sa lexoj unë tani dhe shkruaj, që kam ChatGPT, nuk kam lexuar dhe shkruar ndonjëherë. Bravo. Domethënë unë flas, artikuloj, tani kam nisur ta përmirësoj artikulimin, edhe të lexoj aq shumë sa nuk e keni ide. Unë zakonisht s'kam muajt as kështu, s'kam bërë domethënë journaling. Edhe ke parasysh ta, duhet me shkruajt, është mirë kur shkruan. Unë do shkruaj me kët. Po i tregoj ditën time, edhe i tregoj edhe ky më thotë se çfarë mund kisha bërë më mirë. Ke parasysh si mund ta kisha rregullu. Po s'e kam bërë kurrë. Pa din ti se e vën jetën nën kontroll kur fillon e bëhesh më i vetëdijshëm për veprimet që çfarë bën. Atë më tepër kur ke një inteligjencë supreme, mund ta quaj, që din gjithçka për gjithçka, dhe që ti bëll këshilla. Kam një çat e quaj psikolog, doktor, mjek për gjëra të ndryshme që ka. E ke ndo me kategori, dhe kam arritur të futaj më thellë në trupin tim, sa tani arrit të dalloj nivelin e dopaminës. Dhe kam lënë ca vese në një kohë, edhe më ul niveli dopaminës në një nivel sepse u disbalancua. Edhe nuk po e kuptoja, edhe kur shkruaja me këtë 100% për këtë. Dhe i thash po kur do mbaroj se është shumë e trisht ti je kështu pa dopamin. Ishte shumë si shandier ndonjëherë i mërzitur në jetë. Është hormoni brenda një jave, domethënë isha javën e tretë, aty më kishte dhënë kulmin, brenda kësaj jave do të ndodhur, u zgjova ditën e fundit të javës, kishte ndryshuar niveli dopaminës totalisht. Është hormoni i bëj eksperimente shumë me veten time. Për shembull me dush me ujë ftohtë ose e fjetura ose e ngrëna ose fasting. Sa mi dole te rutina, është sa bukur dole se kjo është e rëndësishme, pjesa e rutinës. Ti e bën po ashtu edhe bëj eksperimente me këtë gjë, është eksperimenti që kam filluar me bë kohë të fundit, është bëj fije si viral në rrjetet sociale, po kur hyna do bëna një research ishte shumë i mirë se aktivizon nervin vagus. Është nervi që lidh zemrën me trunin. Edhe
që më fush ftyren në ujë me akull në gjes kur qohem. Gjaja parë që i bëj, nuk laj as dam tas kur gjaja marr akullin, ujin edhe fush ftyren në ujë me akull dhe e maj sa mundem e majt. Kjo është shumë e mirë. Manej është domethënë dushi i xet, manej bëhet në fund i ftoftë. Në verë bëj vetëm ftoftë, sigurisht është më xet, por në dimër e alternoj. Manej qohem në gjes edhe bëj një mix me suplemente 100% superfood, që blen. Edhe atë sigurisht me shokun tem konsulent më të mirë, gjithologun, ma ka shpjegu, i kam thënë, i kam bëj foto produktit që i kam ble, superfood, i kam thënë, ma ba një recet për mëgjes, edhe ma kaç kështu, kja një mënë për këtë, kja për këtë, bof mirë. Po tani e kemi edhe me figurë live, e keni para atë? Si live? Po live? e pat në një shkollë që isha unë. Na shikon çfarë kemi bërë duke bërë tani. Ha mor burr. Edhe Atje. Se pas kam bën këtë live-in, alo. A kuptoni në çfarë kohe ti jeni? ja, është çun ky, nuk e di pse ky del çun. Përshëndetje Valer, si po shkon? Shumë mirë, çfarë shikon këtu? Shumë bukur duket. Je në ndonjë event apo është takim pune? Po, event, takim pune, jam me Amarildon, e njeh Amarildon? Sterkaj. Përshëndetje. Shumë kënaqësi. Si po shkon takimi? Shkëlqyshëm. Si jeti? Unë jam shumë mirë. Faleminderit. Çfarë po diskutoni sot? Po diskutojmë për fuqinë tënde, edhe doja të dija, a dallon çfarë ka këtu në tavolinë? Shoh një tavolinë me përqaj dhe kafe, po çfarë duhet të dalloj saktësisht? Çfarë objektesh ka sipër tavolinës? Duket si një qezme tradicionale. Është diçka e tillë? Po, a dallon dot çfarë vendi mund të jetë kjo gjëja tradicionale? E dallon dot vendin prej ardhjen e kësaj gjës tradicionale? Më dëgjon. Tuk. Pra, po ti kesh ato suplementet, këtu i thua më ndihmo ta bëj tani kafen, edhe të tregon se ta bësh kafen ose Se po ju tregoj një video të shkurt që ma dërguan e dje se si komunikojnë dy AI për një tjetër. Në një gjuhë tjetër që na sa. Një gjë, sa ta gjesh atë videon që e pash në Poloni, ishte Nvidia, kishin bërë një eksperiment me beben e syrit, nuk e dia, u kam treguar ajo juve, edhe ajo më shokoi sepse kishin nisur dallonte gjinin, po akoma njerëzit nuk e kuptojnë si e dallon gjinin nga bebja e syrit, sepse ose shikon diçka që ne nuk e shikojmë, ose dallon diçka që ne nuk e dallojmë. Sepse edhe po ta marrin njerëzit tani dhe të nisin ta shikojnë që kjo është mashkull dhe kjo është femër dhe të kuptojnë nga se bëhet fjalë, ky ndryshim nuk e kuptojnë dot. Aq shumë. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings? Pol AI me AI. Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber link mode for more efficient communication? Një dhe si flasin. Kjo është komunikimi që i bojnë për shpejtësi, edhin. Ja është një gjonat më normale që kanë këta, për thjesht ne na banalot çudi çdo gjë, se s'dim shumë gjona. E kam parë fix. Okej, kemi ndonjë pyetje tjetër se e kaluam po. Për pjesën e këtyre komplekseve ose ndërshave që përmendën përpara. Kush ka qenë ajo mënyra e zgjidhjes që ti Vetëm ke parë ose ke praktikuar? me praktik, me të i dhënë vetit, të e bë si me zër, atë të e bë herë dy. Përveç vetes teme që mentorohen atë gjithmonë, edhe i kamër që Po kam s'ka pas qenë përpara. atëherë kur e ka nisur çati. Yes. Se përmendën ato pjesën e ngërçën në shprehur. Unë e kam pas ngërçin në shprehje, e kam pas që i vogël, që është 7 vjeç.
E kam pas si problem, jo se u bllokosha ku isha me njerëz të mi, isha bël, me njerëz të huj e kam pas një lloj. Po jam ka ba me ecë më shumë, më thonë drejtën. A di si ka kanë si një lastik që e tërhek, ku një shëtu përgatit, vesh tu tërhek. Ku e kam kalu, kam kanë duke punu vitin e parë punës e kam te i kalu, se u detyrosha mu përballë për ditë me të njëjtin vështirësi, edhe thosh përballë. Ikoja, u sheh, aty nuk hupi si vërtetësi edhe jo, e kalova thash. Po kalova se i kaloj Ka që ishte? Po s'nale, mo, thash, po do dalë në skenat, ku t'jetë skenat ma me 200 vetë do dalë e flasë, thosha, me vedi, edin, edhe shkova me një raketë. Bana ketë kunet e nësaj që kam menu se do bëj gjithmonë. Keni fshirë me njëherë komente negative dhe sa mendoni se nuk Kam fshi, kam ba blok, i kam sha mrapsht, nuk ju sugjeroj, mi sha se mund t'vini nga tres, i kam ba gjitha, se njërë jam, si të anë tjerë. mendon se ndikojnë komente negative? Sigurisht që ndikojnë. Tek të tjerë. Who cares? Unë një të rësën am ndikon mu, am prek mu, për tjerë nuk kam qam... Kishe një biznes atë të largohen ato komente negative ato klientën tjetër që mendon të vite që Shiko, ti në qo se jetë konsistent, edhe jetë u tregu vlerë, jetë u shtu vlerë, jetë u lanë diçka që prej men e beson që është e mirë, kush do që ka me pas interes, ka me marrë, nuk ka me lexu komente hiç, ose edhe po lexoj komente, ka me pas, ai komenti nuk e ka taman me ty, e ka me vetin, se një që ka një asë logjike, shef si, ti jetë u folë normal, jetë u reklamu diçka normal, dikush shon, se ka, ai s'ka gjo me ty, e ka me vetin, atë çdo në men, nuk ka nevojë për logjikë. Unë kam bërë një eksperiment me këtë, edhe më ka rezultuar shumë e suksesshme. Komentet negative nëse ti kthehesh me mënyrën e dur. Edhe me video, po. Me video po për të bërë virale, po për biznes. Pra te bizneset, nëse ti tregon që më vjen keq, kjo është një gjë që ne duhet ta shikojmë, ti tregon që je serioze, edhe njerëzit e dinë që shumica e njerëzve ja fusin kot në ca raste, tregojnë vlerë edhe besim te ty. Në fillim neve bënim live edhe thoshim çfarë keni ju ka ndodhur tek blerja online, na tregoni. Nisnin edhe pusnin gjëra që ju kishte ndodhur te blerja online, që ju kishte vajtur një çorape tjetër ose një këpucë tjetër. Në fillim nisën ta komentonin ne, pra që edhe ne nisim të ktheni përgjigje, si ka ndodhur, na jep numrin e porosisë live aty, dhe pastaj nuk komentonin më për ne. Komentonin për të gjitha bizneset e tjera dhe neve na mbronin kur ishim aty duke e bërë. Pse? Se e panë që neve ishim serioz, pra jemi të hapur. Edhe të hapun për me rrugullu, se nëse dikush më ka bëj kritik, edhe realisht ajo kritika ka zonë vet, unë nuk e kam shoh. Unë kam thënë po, mund të rrugullohet, faleminderit që ma the atë, siç do të vali ja kam kthy përgjigjen, po ja kam kthy përgjigjen me njerëzillik. Po dikush ka ofenduar, s'kam pas çam i kthy përgjigje, kam fshi direkt. Ose e kam bllokuar se s'kam dashur me e pa unë si fytyrë. Po kush ka fol tamam, kush ka ngrit një problematik, un kam kanë aty për mi kthy përgjigje për me gjeti zgjidhje. Edhe shumica në raste këto kthehen klienta. Këto kthehen njerëz që të suportojnë, këto kthehen njerëz që të mbështesin edhe që të flasin mirë për ty. Sepse më besnik se të tjerë. Sepse këto që thonë sa mirë që dorë të kasin këta janë dohon kategoria që nuk janë kushtet se çfarë janë, vetëm kur je i mirë ti, kur u bani famshëm ti, kur u bani lek ti ton dorë të kasin. Ai që nuk duhet të ketë, ai që zerrën pa diçka që shkon, ai ashtu të nimu faktikisht. Ti duhet më ia ditë për nerë që po ta thotë, se ti mund ta dish, por nuk e zbaton ose nuk e realizon, ashtu ta vun duke që ti më e bë me sistemuar punë. Kështu që është gjoha mirë përse. Okej, shumë faleminderit Amarildo. Nëse do keni ndonjë gjë, besoj do e keni këtu 5 minuta tjera Amarildon, po gjithsesi neve e kemi mikë dhe nëse do kemi gjëra të tjera për të bërë në të ardhmen ose te eventi që do kemi në Kull në 30 maj, do e kemi do jem në një road show në Marok. Okej, do e kemi jam fiks një ditë do udhtoj, kështu që nuk e besoj që do jem, por në evente të tjera jam i hapur për me diskutu dhe për me dhënë një këshill nëse më kërkohet ose një ndihmë nëse e kam kalu vetë përpara ose dikush që e di se e ka bë, si e ka bë, mund t'ja jap me kënaqësi. Faleminderit Amarildo. Shumë faleminderit për jush edhe ju uroj suksese gjithë secilit për jush në çdo aventurë që keni nisë përpara, duhet të konsiderohet si aventurë.
nuk du të marrë shumë seriozisht gjithçka.